Internet sa njerëz YouTube sa, unë jam Sara Karajskaj dhe ky është Ani Reporte dhe sot nga që ndjehem të tmerrsisht pozitive se jo për gjë po ka dali këngë që ta heq kokrën e menjes edhe të ngre pesh kështu, është nga këto që na pëlqejnë neve kaq shumë. Kështu që jo hiç, dëgjoni një herë këngën, pastaj vazhdojmë bashkë. Kërceni të gjithë edhe kështu, opa! Po me zogun e tunës ama. Ah, tuna ta, tuna ta. Ah, tuna ta, zogun të mire ka. Zogun ma të miri të i krejtime, e data e kariti me sabuna. Shumë daloj pri krejtime, roko pen lati shku një se muna. E lume t'na, e mashana. Shaka bova ki Fëll se fëll, shake po, shake ni Shaka bova ki, shaka bova ki Wazak ma I miri pej kete I shkon Ah, kuku bre djali sheqero biran Wazak ma I miri pej kete akon Wah, ku e ke gjithë, wah, ku e ke ljon Wah, kur jani si aj zoke me kinue Penilatin të këcu loki qflue Zonin, tili na bër e myte tonin shumë e pare nja pasketun që I ka gelocën e sa I zamun Rem këft E zogun ma të mirë pi kejtve Unë e kom rrite me zamuna Shumë daloj pi kejtve Roko pella ti shkuj një se muna Otsa Tukul Vaj zogo, vaj fizinike A e kisha të synë për muë Veç për ty, veç për ty Nada e ka dukri në sy Pelosi zemra shkri Zogur ma I miri I krejtve jam Vipë ma shoqën e nuk ma gjam Ua kurit e pasha zagëtu I knue Penilatin të këcu loki qflue Shuj se po, shuj viran Mini ko I shia e qmos në akon Ua me shpotu qatë zonin I tonin Me tahni më I lëshko min me uqume në lume kënue Luna se peshet dhe shpin Rem këft
ka çmend dynjan dhe në fakt ka marrë mira klikime ky version popullor që i kënon zogut të tunës. Dhe në fakt zemrën peshta çon, s'keni thoni. Leqe, kjo kënga kjo vetëm rob të thjeshtëre, edhe vetë tunën e kishte eksituar jashtë mase. Në atë pikë sa e kishte kap mikrofonin, e kishte vënë ke zogu dhe kishte çuditur dynjan në një koncert të saj. Kalon cakun duke interpretuar skena seksuale në skenë tuna, duke çoroditur kështu gjithë dynjan që po e shikonte. Tash nuk e di ç'mendoni juve, po për mua këto janë më shumë skena masturbimi se sa skena seksuale. Përfundimisht, ke emisioni i fundit mbi skandalin me striptistët dhe lapdansin, i ka vërtetuar edhe një herë këtij Mileti se seksi shet shumë fare, më shumë se çdo talent që mund të ketë njeriu në jetë. Një ndër arsyet më kryesore që jam kaq optimiste unë sot, ndryshe nga emisionet e tjera, është se dyqani vintage që ndodhet në rrugën Nikola Tupe, mu fix aty ke bloku, ka filluar të mendoj për veshjet e mia, edhe jo vetëm, edhe për aksesorët. Tani me qenë se jemi tek seksi, pornografia, aktet seksuale të tjera si këto, i erdhi radha asaj të preferuarës time, Bleona Qerretit, që edhe ajo sigurisht që duhet ta di shumë mirë që seksi shet, kështu që nuk është përmbajtur, e ka shfrytzuar bukurinë e saj duke sjellë ca foto erotike fantastiko skandaloze. Jo, në fakt, në të vërtet, janë shumë të bukura, ashtu siç është edhe vetë Bleona Qerreti. Yll me bisht. Kjo është Bleona Qerreti në versionin e saj më hot. Sa e bukur është triga, a? Mirë po, me qenë se Bleona Qerreti është nga ato që nuk mjaftohet kurr, nuk ngopet kurr, ka publikuar gjithashtu edhe disa foto në shtëpinë e saj luksoze në Majt Amerikës. Edhe kjo një formë shumë interesante për të tërhequr vëmendjen është. Sigurisht që nuk është si ato gjokset, po të mendosh që je e bukur plus e pasur me shtëpi super luksoze në Majt Amerikës, e po zoti moj Bleona nuk t'i jep të tëra, talentin do të ta kursente. E shtyr nga lajmi që më çoroditi mendjen si dashamirëse shumë e madhe e kafshëve që kam edhe vetë 2 kafshë shtëpiake, një qen dhe një mace, e kisha të pamundur të mos vija këtu në spitalin e kafshëve në kombinat. Shifeni pak se sa e mirë është ky qeni, shifeni pak sa i mrekullueshëm zogu. Shikojeni pak të fokusuar fytyrën e tij dhe më thoni pak se si ka mundësi që një qenie kaq e mrekullueshme është një jetë, edhe ajo me ato sy që të shikon, ta vrasësh për 600 lekë të reja ose 6.000 lekë të vjetra, siç ka marrë vendimin kryetari i Bashkisë së Tropojës. Në fakt, ky ka qenë rasti më i fundit ai pardje, por njihet në Shqipëri ky lloj realiteti, për arsyen se për shembull në Korçë ka qenë para ca kohësh 250 lekë të reja ose 2500 lekë të vjetra nëse vrisje qenët e rrugës. Tani shikoni pak se çfarë realiteti është Shqipëria, Shqipëria e ekstremeve të mëdha. Ndërkohë që ekziston ky realitet ku një kryetar bashkie të paguan nëse vret një kafshë në rrugë, kemi përballë një qendër kaq të madhe me shërbime nga më të pafundmet për sa i përket kafshëve, maceve, qenve dhe jo vetëm, për kafshë të vogla, gjithashtu, pra është një spital shumë dashamirës ndaj kafshëve. Dhe bëhen të gjitha shërbimet që do t'i bëheshin edhe njeriut. Dhe unë e gjykoj si shumë të drejtë këtë gjë, sepse mendoj që edhe kafsha është një jetë, ashtu siç është ajo e njeriut. Dhe ne duhet ta mbrojmë atë. Megjithatë, si mbrohen kafshët në spital, unë do ta mësoj duke hyrë këtu brënda, ku rastësisht gjeta edhe personin që mbrëm është zënë me kryetarin e Bashkisë të Tropojës në një emision televiziv, apo jo, Arbli? Asgjë personale me kryetarin e Bashkisë të Tropojës, thjesht sanksionohet me ligj, ashtu siç është ligji për njerëzit, ka dhe ligj për kafshët. Unë nuk e di, cili është ligji për kafshët? Është ligji 10.465, miratuar në 29 qershor të 2011-s. Është neni 1.8, që thot pikërisht që kafshët nuk duhen keq trajtuar dhe dhunuar fizikisht. Ajo më të vriten me çifte, telmohen me helme, që kjo vrasje me çifte për më tepër është dhe akt penal, pastaj është nen tjetër akt penal që nuk mund të gjuash me çifte në mes qytetit. Më bëri shumë përshtypje që ti ke shpëtuar jetën e një kafshë, sepse unë
erdha dhe e gjeta Arbrin sinqerisht shumë rastësisht këtu dhe Elta, që është drejtoresha teknike e spitalit, më tha që Arbri ka ardhur sepse ka shpëtuar jetën e një kafshe, pra të një qeni. Tani të hym brenda Arbrit. Patjetër. Përshëndetje, si ja kaloni? Kjo është Elta për të cilën po ju flisja. Dhe ai duhet jetë qeni që Arbri ka shpëtuar apo jo? Kur ndodhi kjo? Ky qeni është aksidentuar gjatë emisionit që ne po flisnim për kafshët. Kur dal nga emisioni shoh një mesazh në Facebook nga një person, Arlinda, që më thotë ka një qenush të aksidentuar ke ETC-ja. Dhe shkojmë vrap me dashurin tim Irisin që e marrim qenin dhe edhe aty ishte një proces pak delikat sepse kishte shumë dhimbje dhe nuk dinim si ta kapnim, se në çdo mënyrë që e kapnin ai vetëm qante të lurin të gjëri. Dhe mbas pak mundimesh e kapëm, futëm në një kuti dhe e sollëm te spitali dhe ku jemi. Dhe fatmirësisht rierdhi në jetë, le të themi. Përshëndetje. Të prezantova pak më parë aty për jashtë. Është një kënaqësi shumë e madhe kur unë vi këtu, sepse herën e parë kam ardhur të sjell maçokun tim, që kam dritën e syve. Mbaj mend. Kam dritën e syve, por unë kam edhe një qen. Qenin tani e kam motra, edhe jam shumë sensibël personalisht ndaj kafshëve dhe kam vënë re, sidomos në rrjetet sociale kuptohet më mirë kjo pjesë, se sa shqiptarët në përgjithësi kanë filluar të tregojnë shumë të ndërgjegjshëm dhe t'i duan kaq shumë kafshët. Këtë e tregon edhe shembulli kaq i mirë që keni dhënë juve me hapjen e këtij spitali, që në fakt nuk është vetëm një spital, por gjëja që më duk më interesante nga të gjitha dhe më e mira është fakti që ju keni dhe hotel këtë vend, pra? Po, kemi dhe hotel faktikisht për personat të cilët nuk kanë mundësi që t'i marrin me vete kafshët e tyre dhe mund t'i lënë këtu. Por gjithsesi spitali jonë, domethënë, fakti që pronarët e kanë hapur këtë, janë persona të cilët i duan shumë kafshët dhe spitali jonë ofron dhe ndihmë kontributin e saj për qenë të rrugës apo për macet e rrugës, për kafshët e rrugës më saktë, duke ofruar shërbim apo edhe faktikisht ekonomikisht, që është problemi më kryesor për kafshët e rrugës, në një mënyrë të tillë për t'i ndihmuar këto organizata, siç është Arsa. Më bëri shumë përshtypje atë ditë që solla maçokun, që ishte një qen tjetër, siç është tani ky këtu, ishte një racë labrador. Dhe unë racën labrador e dua shumë si racë, qeni është më pëlqen shumë, dhe më duket ajo si është më thonë që është edhe raca më e zgjuar e qenë. Është raca më e zgjuar dhe më e shoqërueshme faktikisht për pronarët. Megjithatë, nëse më lejoni që t'ju shpjegoj faktin që çfarë kishte ai qeni që juve e gjetët këtu. Atë e kanë aksidentuar më përballë nesh me makinë, domethënë. Aksidentuan dhe e lanë aty. Rojet që janë përballë kompanive, domethënë kompanive që ndodhen ngjitur me neve, na njoftuan me njerë, e morëm, e rehabilituan me njerë, domethënë. Fatmirësisht tani ecë me këmbë të veta është shumë mirë shëndetësisht. Në fillim para operacionit asnjëherë nuk afeksionohem me kafshët, sepse më vjen shumë gjuna kur i fus në operacion dhe pas operacionit rri gjithkohës e përqafuar dhe përkëdhelur me ta. Por është e vërtet, është një jetë dhe ju lutem, domethënë njerëzit duhet sensibilizohen sa më shumë të jetë e mundur. Siç kemi neve jetë, edhe fryma ashtu kanë dhe ato, kështu që ju lutem, nëse nuk e ndihmoni dot, paktën mos ju bëni keq. Mesazhi yt ishte shumë i bukur dhe të bëjmë një vizitë të spitalit. Kjo është salla e parë e kirurgjisë, e cila lidhet direkt me sallën e emergjencës. Kemi në funksion anestesinë inhalatore dhe kemi një periudhë prej 2 mujore, domethënë që nuk lejohet më asnjëherë anestesia injektabël, vetëm për manipulime të thjeshta. Dhe çdo operacion kryhet vetëm me anestezi inhalatore, duke qenë se është më efikase dhe më e shëndetshme për kafshën se sa anestezia injektabël. Tu është hoteli dhe hospitalizimi. Pra janë kafshë që kanë një pronar dhe që për arsye të ndryshme, pronarët janë larguar. Po, pronarët janë larguar dhe i kanë lënë për hotel. Por kemi dhe hospitalizimin që do thot pas operacioneve apo ndonjë problemi që mund të ketë. Atëherë, domethënë, i krijojmë kushtet për hospitalizim. Zakonisht kemi një dhomë njanë, të cilën e përdorim për hospitalizim. Sa paguhet një qëndrim hotelerie një kafshë në natë, është 24 orë apo si funksionon? Atëherë, pagesa këtu është 24 orë, qëndrim 24 orë. Në lidhje me pagesën ndryshon në varësi të peshës, në varësi të
nëse do me thënë pronari e sjell vetë ushqimin apo duhet ta ushqejmë neve, por çmimet t'ju premtoj do me thënë që nuk janë të larta. Maksimumi është diku te 12.000 lekë të vjetra. Ky është Alfi. Është një qen i cili është rritur tek neve, duke qenë se është në hotel. Ka ardhur që klysh i vogël 1 muaj e gjys 2. Ka dhe kafshë të tjera, të cilat janë macet. Ku qëndrojnë? Macet qëndrojnë në një dhomë tjetër, e cila është vetëm hoteli maceve, por që macet zakonisht rrinë në shtëpi dhe kur largohen personat nuk është se s'bën e detyrueshme, do me thënë, që të vinë në hotel, pasi mund t'ja lënë edhe personave të tjerë për të kujdesur, thjesht për ushqimin. Kemi dhe hotelin jashtë, i cili ka rreth 50 kulbi. Ndoshta duhet shteti të marrë parasysh që mund të hapet një vend për... Patjetër, në Shqipëri ka shumë që rrugë. Dhe të paktën, do me thënë, duhet jetë një vend i cili të mbajë këto qenë të rrugës, nëse ne nuk i duam që t'i shikojmë në për rrugë. Dhe e dyta, do me thënë, që është më e rëndësishme është sterilizim dhe kastrimi i këtyre qenëve, që do thotë këta qenë të mbahen, por aman të mos mbashtohen. Elta, kam edhe një pyetje të fundit. Më bëri shumë përshtypje dhe u emocionova dhe nuk e fsheha këtë, kur më tregove, sidomos momentin që bën operacionet dhe do doje që të mos afeksionoheshe me kafshët. Kjo do të thotë që duhet të njohësh raste shumë, për shembull, nuk e di, të njerëzve sensibël që kanë ardhur dhe kanë sjellë siç ishte rasti i Arbrit, ose çfarë ke regjistruar në memorien tënde rastet të tjera? Atëherë, fakti që unë punoj në një spital do thotë që unë shikoj, më thënë, në rastet personave të cilët i duan kafshët. Me këto persona më ka rastisur që të kem punuar. Megjithatë, doja t'rregoja diçka faktikisht. Njerëzit tani po sensibilizohen. Nuk e di, edhe më përpara tregojnë që ka pasur kafshë të tyre shtëpiake që prej vitesh, por tani e kanë më të shprehur hapur dashurinë e tyre për kafshët. Melta, shumë faleminderit, ishte një intervistë shumë e këndshme, shpresoj që ta ketë ndihmuar edhe ata atje që janë duke na ndjekur, që të sensibilizohen dhe të kuptojnë që kafsha është një jetë. Ndërkohë që po ecja një ditë shkujdesur rrugëve të Tiranës, më qelloi që të kaloja edhe tek kjo rruga këtu. Dhe syt mi vrau kjo dera. Kjo dera mi vrau syt sepse ka një lokal shumë të veçantë, po mbi të gjitha këtu për jashta kishte shumë të huaj dhe të huajt flisnin gjuhë të huaja të ndryshme. Do të thotë që kishte italian, kishte nga ata që flisnin anglisht, gjermanisht dhe gjura të tjera të cilat edhe nuk i kuptoja ndonjëherë. Atëherë u bëra shumë kurioze dhe vendosa të futem brenda. Mirë po, tashmë që kanë kaluar disa ditë nga ajo kohë kur unë e vizitova këtë vend, që ka bërë me një member card, që do të thotë me një kartë antarësimi hyrja në këtë lokal. Çfarë ka ky lokal të veçantë? Do ta zbulojmë së bashku. Një ambient shumë i vogël, por me gjëra shumë të mëdha. Tashti, gjërat shumë të mëdhaja janë një saksofon atje i 1900-s, pra një saksofon 100 vjeçar. Emrat është garavitur që duken sikur nuk kanë pikën e rëndësisë, por në fakt të gjithë janë klient shumë të rregullt, po të shkëlqyer, ekselent, si shkruan edhe këtu, të këtij lokali, që është një nga ato për shembull në këtë moment. E lexoj këtu të shkruar Enis Gjoka, që është një artist shumë i njohur. Mirë, megjithatë, lokali është i vogël, siç e thash edhe një herë, por me cilësi, si puna e Floririt, edhe Floriri është i vogël, por e ka vlerën të madhe. Ajo që të ngacmon është se është edhe shumë orientues për klientin. Pra përveç se ti duhet të kesh një kartë për të hyrë brenda si i antarësuar, këtu lokali thotë se nuk ke pikën e të drejtës që të flasësh për politik. Tani, le të hym pak më në brëndësi në ato skutat e barit, se në fund të fundit bari është më i rëndësishmi. Na falni shumë që jemi duke u shqetësuar, po vajzën këtu ne kam parë shumë shpesh te ky lokali. Tani, mua më pëlqen shumë ky lokali. Kam ardhur një 2-3 herë edhe vet. Vetëm se kur më është dashur që të porosis, më kanë thënë këtu ka vetëm rum. Po, ky është shtëpia e rumit. Këtu kemi mbi 50 lloje të rumeve.
Kështu që çfarë mund të pish tjetër përveç rumit në këtë vend? Mirë, ato shishet që shohim aty sipër, janë të gjitha lloje të ndryshme të rumit. Pra kemi të bëjmë me një bar në Tiranë që nuk ka si në çdo vend tjetër lloj-lloj pijesh alkolike, po ka vetëm rumin. Aty edhe këtu në banak. Megjithatë, kjo vajza që është brenda banakut do na e bëj një rum neve? Kjo vajza, unë kam përshtypjen që duhet na bëjnë ndonjë koktejl me rum. Koktejl me rum? Po. Që koktejlet në këtë lokal kemi Cuba Libre, Mojito edhe Daiquiri, që janë të treja kanë përbërje rumin. Ashtu, apo këtë marrim në Daiquiri? Apo Cuba Libre më mirë? Cuba Libre, duhet provosh dhe Mojiton, se është shumë e mirë. Unë e kam provuar Mojiton këtu. Nga që Mojiton këtu e kam provuar, them të provojmë Cuba Libren. Mirë. Tani më trego një çik, si është kjo historia që unë sa herë më ka ndodhur që të vi këtu, ka vetëm klient kështu interesant si puna jote. Po, ky është një vend pak i fshehur. Po, pra, është kështu si. Po. Edhe për të hyrë duhet të kesh një kartë antarësimi. Kështu që nuk është për çdo, është për ata klientë që din ta shijojnë rumin, që i pëlqen ambienti, kujt nuk do t'i pëlqente. Edhe kështu. Ti vjen një kliente këtu? Unë kam punuar, unë merrem me piano. Atje studion piano, i artiste, shikon në këtë lokal vin artiste kryesisht. Po, vin. Po mirë, ty të pëlqen bota e barit ose si është puna që ti erdhe dhe frekuentove këtë lokal? Më pëlqen bota e barit, është shumë e këndshme. Edhe plus ky ambient, nuk e di, nuk do rria do të pa bërë diçka këtu. Mirë, e nisim njerë me ato klientët se disi jam të requr unë për herë të parë që kam marrë në këtë lokal isha për jashta, pash klientët që ishin jashtë i flisnin gjuhëra të ndryshme të botës, italisht, anglisht, ndonjëherë në një gjuhë që se kuptoja, pastaj hyra brenda dhe pash që kishte sigurisht edhe shqiptar, por edhe shumë klientë të huaj. Më shpjego pak ç'është kjo klientel kaq interesante në mes të Tiranës, jo sepse të huajt e bëjnë interesante, po sepse ndjesia që t'i jep ky lokali kur hyn brenda është siguria e shtetit. Po, vetë ambienti i të req shumë të huajt, ndoshta ndihem pak më si në vendet e tyre. Plus miqtë të tyre i sjellin, ja rekomandojnë, dhe prandaj njëri sjell tjetrin. Po muzika, çfarë muzikë ofrohet këtu? I bie pianos? Unë këtu nuk i bie, akoma. Po këtu zakonisht kemi muzikë kubane, latine, blues, jazz, rock, këto janë rrymat. Mirë, të shoh çik të rocku me këtë prerje që i ke për ballukeve apo jo? Është muzika që dëgjon më shumë e dashur pianiste. Përveç klasikës që jam rritur, jazzi, bluesi më pëlqejnë jashtë masa. Po prandaj e këtu dhe këtu sikur ka kështu stili muzike. Po. Tani ti e kalon ndonjëherë barin dhe hyn aty brenda? Edhe hy, po. A hym një herë aty brenda? Si e ke emrin? Brisi. Ta gëzosh Brisi. Futem një herë brenda ke banaku. Të shohim një herë ç'a bëhet. Do na falni pak. Po, mos e vrisni mendjen juve. Po, Brisi na tha që hyn edhe brenda banakut dhe nga që mua më pëlqen shumë o Brisi, po shumë bota e barit, po jashtë mase dhe dua di, ty pronari të lë të vish edhe këtej kështu, bënde në një punë? Po, bëj. Tregon një çik rolin tënd ke lokali. Bëj se unë kam punuar, se më pëlqen. Çfarë punë ke bërë? Bënde ti këto koktejlet e mira? Po. Këtu, Po sa vjeç je ti the? 22. 22. Po ku vin këta çunat jashteca? Ti këtu brenda barit i gjun ndonjë çik aty jashtë? Ja. Pse? Më interesojnë. Nuk t'interesojnë çunat, ë? Ja. Po dëgjoj, mua bota e barit prandaj më pëlqen kaq shumë. Unë ku ta gjeja të bëja një punë që të rria këtu, edhe ti kisha të gjithë nën kontroll dhe të zgjidhja më të mirin. Po shiko, duke qenë brenda barit, ti ke një lloj barriere, kështu që nuk i ke shumë afër, nuk është e thjesht, ti është botë tjetër. Është botë tjetër këtu brenda. Po. Domethënë, ky banaku, aq sa duket miqësor për atë që ka hall dhe rri aty jashtë, edhe pise ndonjëherë nga shefi, po shpesh edhe nga halli, dhe zakonisht kur pi nga halli njeriu, varet si në ato filmat amerikane aty ke banaku dhe do të flasje me baristin. Po këtu nuk është problem për të folur, të gjithë flasim se pothuajse klientët njihen me njëri tjetrin. Shesa bukur. Është krijuar dhe afrimiteti me stafin. Kështu që s'ka asnjë. Më jep komplet me gjithë përshkrimin që bëre, vetëm logjikën e atyre bareve jashtetse të huaja, jo shqiptare.
Ke gjetur ti si vajzë 22 vjeçare, një vend në Tiranë që t'jetë kaq i ëmbël sa ky? Ja. O Brisi, ai burri aty kush është? Ai burri aty është ai që jep shpirtin këtij vendi. Pse? Po, ai ka qenë shumë i fiksuar mbas Rumit, kështu që disa gjëra janë të lidhura me njëra tjetrën. I kemi kthyer pak kokën kamerës, po se po shohim atë burrin e mençur aty. Po ai burri është që ti e shikon edhe nuk i shet më syt. Shpreha e famshme është që një njeri shumë inteligjent, shpesh është i forcuar që të jetë tap, i dehur, që të qëndroj të kaloj kohën me budallënj. Me njerëz budallënj. Okej. Tash ti, si të bëjmë tapun se ka budallënj sa duash në Tiranë? Më shpjegon çik tani. Atëherë këto janë të gjithë rume. Janë mbi 50 lloje rumesh që edhe në shumë shtete evropiane ndoshta nuk mund të gjehen në një bar kaq të vogël. Dhe kemi rumin e kuq, që është këtu. Po. Kemi rumin e zi. Kemi edhe rumin e bardh. Tani këtë Kuba Libren që po na bën vajza neve me çfarë po na e bën? Do na e bën me Kapiten Morgan. Ma tregon një herë? Ja. Me këtë rumin këtu, a? Është. Si përgatitet një Kuba Libre, po speciale, jo? Si e gjenë gjithandej, se është e vështirë kjo pjesë, apo jo? Brisi. Po. Tani më tregon një çik këtë pjesën sa ta bëj vajza na e qaja të Kuba Libren. Mua dhe kameramanit, 2 copë do bëj, një për mua, një për kameramanin, ti nuk do pish gjë, harroj, Të na shpjegosh pak. Të na shpjegosh pak, si është kjo historia që këtu brenda nuk hyn dot kushdo, se unë dua të vi sonte këtu. Po, ti që të hysh këtu brenda duhet të kesh këtë kartën e antarësimit. Kjo është karta që të lejon të hysh këtu brenda. Po mirë tash, se një pyetje kështu budallaqe kam unë. Unë jam shumë e mençur. Edhe dua të pi alkool që të kaloj kohë me budallënjt, e kupton? Ku do gjej budallënjt nëse juve i keni selektiv të gjitha njerëzit këtu brenda? Budallënj ka sa të duash, po jo këtu brenda. Dhe besoj se kjo ishte forma më e mirë për të pritur që të bëjmë të përgatisi vajza Kuba Libren që do ta pion dhe kameramani, kurse juve vetëm gizili, asgjë tjetër dhe inshallah i gjeni vendin se ku është edhe s'futeni dot brenda se është me kartë antarësimi. Miropafshim, kaq kisha. Brisi, faleminderit. Faleminderit, miropafshim.